bëjnë lodra fjalësh edhe nuk kuptojnë fare se për çfarë flasin. Ndërkohë që disa të tjerë as nuk duan t'ia dinë fare sepse dinë se për çfarë bëhet fjalë, është futur në rrjetin evropian të transportit këtu në Tiranë në summitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Mbasi unë dhe qeveria ime kemi luftuar jo pak vite për të hequr bllokimin që ishte bërë. Ishte i bllokuar. Tani pse vendet Bashkimit Evropian e kishin bllokuar korridorin e 8? Çfarë sipas logjikës ignorantëve që bërtasin në rrugët e pazarit mediatik, këto janë muhabete rrugësh. Po jo, nuk janë muhabete rrugësh. Këto janë çështje zhvillimi ekonomik, këto janë çështje sigurie, këto janë çështje kapacitetesh konkurruese në një hapësirë ekonomike dhe tregtare që është shumë e vështirë. Ne vim nga një varfëri ekstreme dhe duam të bëjmë pjesë e një shtëpie që praktikisht zotron një pasuri shumë të madhe. Mbas futjes së korridorit të 8 në rrjetin evropian të transporteve, korridori 8 u fut edhe në rrjetin e lëvizjes sigurt të NATO-s. Dhe projekti ynë i portit të kombinuar tregtar dhe ushtarak është në tryezën e NATO-s. Dhe ka kaluar të gjitha nivelet teknike të NATO-s si një domosdoshmëri. Tani si mendoni ju? Mund të bënim ne një bazë ushtarake që të shfrytëzohej nga NATO aty në atë pellgun e portit Durrësit aktualin? Nuk mund ta bënim. Mund të ishte porti aktual nyja për cilën po flas? Nuk mund të ishte. Tani pikërisht për seriozitetin e madh që ka ky projekt, ne u angazhuam në një qasje tërësisht tjetër, duke marrë kompaninë më të madhe në botë, reputacionit e cilës patjetër që mund ta bëjnë cop tenxheret tona, por nuk vën diskutim askush. Dhe kompania Royal Asconic ka përgatitur të gjithë termat e referencës dhe ka supervizuar të gjithë garën. Gara është organizuar 2 herë. Dhe në 2 herët ka pas interes shumë të madh. Çështja ka qenë herën e parë që kriteret kanë qenë shumë të forta dhe kriteret e forta nuk duan të thonë që s'ka kompani që nuk i plotësojnë. Por duan të thonë që nëse nuk i përgatit të gjitha gjërat në kohë dhe si duhet për atë garë, nuk kualifikohesh dot. Dhe herën e parë gara është anulluar. Këtë herë ndodh kjo koincidencë fatkeqe dhe përsëris kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë vështirë. Marrin përsipër të ndërtimit të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Nuk thash edhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Por unë dua ta shfrytëzoj këtë moment t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim, sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Dhe në të njëjtën
periudhë kohë të parashikuar, ne do të bëjmë hapin që kemi qenë në pamundësi për ta bërë deri tani. Kaq për këtë. Nuk them më shumë, sepse në ndërkohë jemi duke përgatitur hapin tjetër, në momentin kur jemi gati ta hedhim, natyrisht ta bëjmë publik. Por është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Pika tjetër ka të bëjë me krizën. Në javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Komeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Sipas asaj që unë di dhe si asaj që unë çmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që të dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Por nga ana tjetër, fakti është që kriza po shfaqet në të gjithë botën, po shfaqet edhe këtu, si rezultati i rritjes së çmimit naftës. Unë kam shprehur që kur kemi bërë mbledhjen e parë të asamblesë së shumicës qeverisë pas zgjedhjeve, që një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike, për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësojë konkurenca që ne nxitëm duke bërë ndryshuar komplet qasjen për fluturimet ajrore. Shqipëria kishte aeroportin më të shtrenjtë në Europë, sot ka aeroportin më të suksesshëm të Ballkanit, me një diferencë mbreslënse nga aeroporti historik i kryeqytetit të rajonit, kur ne ishim jashtë harte fare, Beogradit. Sot nuk është më Beogradi kryeqyteti i aviacionit, sot është Tirana. Dhe kjo është arritje e kësaj qeverie, me gjithë keqardhjen për të gjithë ata që na duan të vdekur. Por sa më shumë na të vdekur na duan, aq më shumë ne ngjallemi. Gjallërohemi më saktë. Kështu që ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Ndërkohë që duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg, për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kenë qëndrueshmëri
afatgjatë. Faktikisht sot ne kemi dhe në proces ligjin e rezervave. Më kujtohet që kur unë kam folë për rezervat e naftës në vigjilje të kësaj iniciative përpara vitit 2020, u hodhën shumë tenxhere përpjet sepse u quajt një përpjekje për nuk e di se çfarë boshtësie. Por sot kjo është imperative. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkoj në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani. Nuk mjafton më si mas sigurie, se mund t'jetë thjesht një mas e mjaftueshme për momente tilla, por ne na duhet shkojmë përtej sigurisë, ne duhet shkojmë tek ajo që qytetarët ndjejnë dhe që ajo që qytetarët meritojnë të kenë, një treg nafte i cili të jetë më i përballueshëm se sa tregu i sot. Shumë thjesht. Këto ishin pikat që unë doja të ndaja me ju. Tani natyrisht unë nuk e kam thirrur për t'ju bërë një fjalim dhe për t'ju thënë mirupafshim, por duke qenë i bindur që ju të gjithë do respektoni radhën, duke shpresuar që do të përqendroheni në këto tema, unë do t'ju jap fjalën dhe do jap fjalën të parës zonjushës me xhaketë kuqe dhe me pantallona të zeza, sepse është pamja më patriotike që ka salla sot, kështu që fjalën e ke ti.